E tash në rastin konkret, surja Ikhlas apo Kul huwallahu ahad, shkak i zbritjes së kësaj sureje përmendin dietarët, një ndërta është edhe Ibn Uthejmini rahimahullah kur e komenton këtë ajet, kur e bën tefsir, domethënë këtë sure, thot është përmendur në lidhje me shkakun e zbritjes të surës Ikhlas se mushrikët ose jehudët, pra këtë pyetje kanë bërë edhe mushrikët edhe jehudët. Ju drejtuan pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i thanë, na e cilëso Zotin tënd. Ata ishin mësuar të adhurojnë pra zotrat gurit, drurit, që i kishin gdhendur vet, të adhurojnë materjen, krijesat, andaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thanë, na e prezanto Zotin tënd. Po të shohim se po adhuron dikënd, mirë po nuk e dim se kush është ai të cilin ti po e adhuron. Dhe kjo tregon atë logjikën e shëmtuar, pra të cilën e kishin këta të devijuar, sa që pritnin që krijuesi të jetë pra në formë të krijesës. Atëherë Allahu i Madhërisëm e zbriti këtë sure. Dhe i tha Kul huwallahu ahad, thuaj Allahu është një, i vetëm, nuk përngjasohet as me gur e as me dru, nuk është as gur e as dru, nuk është prej krijesave të tij, po është krijues, është diçka tjetër, krejtësisht e veçantë, është diçka e cila nuk përngjason me krijesat e tij. Allahu Samet. Pastaj tha Allahu është ai për të cilin kanë nevojë të gjitha krijesat e tij. Në ajetin e dytë po thot Allahu është ai për të cilin kanë nevojë të gjitha krijesat e tij, për dallim prej idhujve, për të cilin s'ka nevojë kërkush. Në realitet për idhujt nuk ka nevojë askush dhe nuk varet asgjë prej gjërave të kësaj bote nga ndonjë idhull prej idhujve të cilët i adhurojnë njerëzit, pra politeistët. Pastaj tha lem yelid wa lem yulad, as nuk është i lindur e as nuk ka lindur dikënd. Nuk është pra prej krijesave që trashëgohen, sepse Allahu nuk ka as fillim e as mbarim, po është i veçantë pa fillim dhe pa mbarim. Nuk ka nevojë që të ketë trashëgues, sepse kjo cilësi e mëngët e krijesave, e njerëzve. Ata trashëgohen sepse do t'ju vijë vdekja, ka nevojë që të lënë pasardhës të sojit të tyre. Dhe në fund thot në ajetin e fundit walam yakun lahu kufuwan ahad, dhe askush nuk është i barabart me të. Dhe nga kjo pra, nga shkaku i zbritjes së kësaj sureje, e kuptojmë vlerën e madhe të saj. Nga se pyetja e tregon vlerën e kësaj sureje. Pyetja është, na e cilëso Zotin tënd, pra ta dim atë që ju muslimanët e adhuroni. Andaj edhe përgjigjja e çdo muslimani është kjo, dhe është një përgjigje e thjeshtë dhe e qartë. Nuk ka paqartësi në të, për dallim për shembull të Trinitetit që është tek krishterët, e cila është gjëja më e paqartë, është baza e fesë së tyre, është gjëja më e paqartë dhe më e vështirë tek vetë ata. E mos flasim për ata që as pak nuk besojnë në atë logjik, edhe kushtimisht pra, se nuk është edhe logjik, Triniteti nuk ka të bëjë as pak me logjikën.